38 vite më parë, pushoi së rahuri zemra e poetit dhe shkrimtarit të madh Lazgush Poradeci. Lazar Sotir Gusho lindi me 27 dhjetor 1899 dhe u nda nga jeta më 12 nëntor 1987, i njohur me emrin e letrave Lazgush Poradeci. Ai ishte një filolog, poet, përkthyes, shkrimtar dhe pionier i letërsisë moderne shqiptare. Ai vlerësohet si një nga shkrimtarët shqiptar më me ndikim të shekullit të 20, veprat e të cilit lidhen drejt për drejt me romantizmin dhe realizmin. Lindur në qytetin e vogël të Pogradesit, në Shqipërinë e okupuar nga Osmanët, ai mbaroi arsimin fillor dhe të mesëm në manastir dhe Athinë, duke marrë kështu arsimin e tij akademik në universitetet e Bukureshtit dhe të Grazit. Ai zhvilloi dhe mbajti lidhje të ngushtë me Asdrenin, Ernest Koliqin, Gjergj Fishtën dhe Mitrush Kutelin, që të gjithë u bën ndër shkrimtarët më të shquar shqiptar të asaj kohe. Poradeci mbahet mend më së miri për koleksionet e tij të poezisë, Vallja e yjeve dhe Ylli i zemrës, i frymëzuar nga traditat dhe veçantitë e jetës shqiptare, si dhe angazhimin me natyrën, erotizmin dhe filozofin. Ai ka përkthyer në gjuhën shqipe disa vepra mjaft të rëndësishme, angleze, frënge, gjermane, italiane dhe ruse. Me rastin e 100 vjetorit të lindjes me 27 dhjetor 1999, presidenti i Republikës i jep titullin Nder i Kombit dhe Pogradeci, qyteti i tij lindjes, e ka vlerësuar me titullin qytetar nderi.